Sa komuna humbën dhe sa komuna fituan partitë politike në këto zgjedhje lokale. Këto janë rezultatet. Zgjedhjet lokale 2025 kanë ndryshuar udhëheqësinë lokale në shumë komuna. Disa parti arritën të ruajnë bastione, ndërsa disa të tjera shënuan humbje. VMRO-DPMNE është fituesja e këtyre zgjedhjeve. Kjo parti ka fituar 54 komuna dhe qytetin e Shkupit, ndërsa në krahasim me zgjedhjet e kaluara lokale, VMRO-DPMNE ka fituar 12 komuna më shumë. Koalicioni Vlen ka fituar 9 komuna dhe Strugën me kandidatin e pavarur të cilën ata e mbështet. Koalicioni AKI i udhëhequr nga BDI-a ka fituar vetëm 4 komuna apo 7 më pak se në zgjedhjet e kaluara. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka fituar 6 komuna apo 10 më pak se në zgjedhjet e kaluara. Lëvizja Znam dhe Unioni i Romëve kanë fituar vetëm nga 1 komunë, ndërsa Levica nuk ka fituar në asnjë komunë. Në 4 komuna nuk u arrit cenzusi dhe do të organizohen zgjedhje të reja. Zgjedhjet lokale të këtij viti ishin të tetat me radhë që nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut.